Dita e 22. Djepi dhe kryqi. Në këtë është dashuria, jo se ne e deshëm Perëndin, por që ai na deshi ne dhe dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. 1 Gjonit 4:10. Pse kaq shumë prej nesh e presin Krishtlindjen çdo vit me kënaqësi të madhe? Për besimtarin, sigurisht që përgjigja mbi të gjitha duhet të jetë në vetdijen se Jezu Krishti erdhi për të hequr mëkatet tona. Nëse themi se Perëndia e ka treguar dashurinë e tij për ne në mishërim, kjo është e saktë, por e pamjaftueshme. Gjoni nuk shkroi, në këtë është dashuria, jo se ne e deshëm Perëndin, por që ai na deshi ne dhe dërgoi birin e tij, dhe këtu ta mbyllte fjalinë e tij. Por ai e vazhdoi atë, duke na kujtuar se Perëndia e dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. Jezusi u dërgua në këtë botë për të vdekur, jo vetëm për të jetuar. U dërgua që të shkonte në kryq, jo vetëm që të shtrihej në grazhd. Duke u mbështetur te himni i vjetër, o dashuri që s'më lëshon, si udhërrëfyesi ynë, le të shqyrtojmë 3 pika të dobishme nga ky varg biblik i shkurtër, por me peshë teologjike. Dashuria e Perëndisë për ne është së pari një dashuri që merr iniciativën dhe që nuk të lëshon. Është diçka që na zbulohet me dashamirësi dhe të cilën e zbulojmë. Në të vërtetë, ajo është paksa mister. Nuk është diçka që ne mund ta imagjinojmë vetë. Nuk është se jemi dërguar në botë që të përpiqemi dhe të lidhemi me hynin. Jo, përkundrazi. Ka ndodhur diçka shumë më e mrekullueshme. Gjoni thot, kjo është dashuria që Perëndia ka marrë iniciativën në Krishtin. Pastaj Perëndia na fton që ta pranojmë pa hezitim dhuratën e tij të shpëtimit. Në letrën e Judës gjendet një krahasim i mhanitshëm mes një nxitjeje për të mbajtur në dashurinë e Perëndisë dhe një kujtese të mrekullueshme që Perëndia mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim dhe t'ju vërë të paqërtueshëm dhe me ngazëllim para lavdisë së tij. Kjo gjë na kujton se një marrëdhënie dashurie kërkon 2 palë. Nëse Perëndia është miku juaj dhe ju ka përqafuar, atëherë ai nuk do t'ju lërë të shkoni. Mirë po, edhe përqafimi më i dashur është i pakëndshëm nëse njëra palë i reziston, duke u përpjekur vazhdimisht që të largohet. Në një rast, Jezusi tha për ndjekësit e tij: "Dhe unë u jap atyre jetë të përjetshme, dhe nuk do të humbasin as pak për jetë, dhe askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime." Këtu mund të shtojmë se nuk jemi aq të fortë sa të largohemi nga dora e tij, kur ai ka vendosur të na mbajë deri në fund. Dashuria e tij është një dashuri që nuk na lë të shkojmë. Është një dashuri që e shtyu fermerin e plakur skocez të lutej çdo ditë: "I dashur Zot, më mbaj të sigurt në dorën tënde." Së dyti, Perëndia shkëlqen një dritë që më shoqëron gjithmonë. Një pjesë e madhe e shkrimit ka të bëjë me dritën dhe errësirën. Apostulli Pali përshkruan të krishterët qartë dhe saktë, duke përdorur metaforën e dritës dhe të errësirës. Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ai nuk thot dikur jetonit në errësirë, por dikur ishit errësirë. Ky është një gjykim i madh. Prej natyre, ne jemi errësirë dhe kemi nevojë që Perëndia të ndriçojë në errësirën tonë, të na tregojë shkallën e shturjes sonë dhe të na pushtojë me dritën e tij jetëdhënëse. Kur shkëlqen ajo dritë e madhe, ne bëhemi dëshmi të gjalla të profecisë së Isaias, të cilën e studiuam disa javë më parë. Populli që ecste në terr pa një dritë të madhe. Mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një dritë. Dhe, siç e kemi konsideruar më 7 dhjetor, vetë Jezusi është drita e njerëzve dhe ai që ndrit në errësirë, prandaj tha: "Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Së treti dhe së fundi, vetëm Perëndia jep gëzim të qëndrueshëm, që përmes e dhembjes më kërkon.
Një nga sfidat e vërteta të komercializimit të Krishtlindjes është se ka kaq shumë tundime dhe nxitje për tu përpjekur që ta fshehim çdo ndjenjë dhimbjeje, zhgënjimi, keqardhjeje ose pikëllimi. Ne mendojmë se mund t'i mbulojmë të gjitha për momentin dhe thjesht të kthejmë edhe një gotë, të luajmë muzikë festive, të hamë më shumë ëmbëlsira ose të kërcejmë me këngën e preferuar. Na thuhet se kjo është një stil gëzimi, pa na kujtuar se ku gjendet ai gëzim. Problemi me këtë qëndron në faktin se nuk ka asnjë formë arratisjeje të lehtë që mund të përballojë dhimbjen me të cilën ndeshemi të gjithë ne në një çast të caktuar të jetës. Ka një arsye pse Jezusi ishte njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, sepse kjo është udha e kësaj bote të rënë. Megjithatë, kjo nuk ishte arsyeja e vetme, por që ai gjithashtu të mund të mbante dhembjet dhe hidhërimet tona, duke mbajtur mëkatin ton në mënyrë që ju dhe unë të njohim gëzimin e përjetshëm. E gjitha kjo është arsyeja pse vazhdimisht kemi vënë në pa që Krishtlindja dhe Pashka, djepi dhe kryqi, nuk mund të kuptohen si duhet të ndara nga njëra tjetra. Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne, jo thjesht duke dërguar Jezusin si foshnjë në Betlehem, që të rritej dhe të na tregonte se si të jetojmë një jetë të mirë. Përkundrazi, Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Trysnit dhe ngarkesat e sezonit të Krishtlindjes shpesh nxjerrin në pa më të keqen te ne. I rrallë është ai burr apo ajo grua që do të thoshte se nuk është përleshur me smirën, mashtrimin apo zemërimin dhe nuk ka shqiptuar fjalë të hidhura, të paduruara apo të papastra gjatë muajit dhjetor. Mirë po fjala e Perëndis vjen te ne dhe na kujton se kjo është pikërisht arsyeja e Krishtlindjes, që Jezusi lindi që të mund të vdiste. Këtu është lajmi i mirë. Në këtë është treguar dashuria që Krishti u shfaq në këtë botë për të hequr të gjitha mëkatet e tua. Prandaj, rroke sot këtë mesazh dashurie, drite dhe gëzimi me mirënjohje të përtërir. Dhe le të jenë këto fjalë refreni i sezonit tënd të Krishtlindjes. Ai na deshi ne dhe dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. Për reflektim, si mund të sigurohesh që do ta sjellësh ndërmend këtë varg çdo ditë deri në fund të dhjetorit?
a ditë jo s'do